Blerina Gjulameti është emëruar në krye të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Ish-deputetja e Partisë Socialiste, e cila nuk arriti të rikthehej në kuvend në zgjedhjet e fundit për vetëm 20 vota diferencë me Olta Xhaçkën, do të ketë tashmë përgjegjësinë për kontrollin, cilësinë dhe sigurinë e ushqimeve që konsumojnë qytetarët shqiptar. Emërimi i saj vjen në një moment kur qeveria ka paralajmëruar një qasje më të ashpër ndaj standardeve të sigurisë ushqimore në kuadër të parafrimit me praktikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ashtu si në vendet e BE-s, edhe në Shqipëri ushqimet që nuk përmbushin kriteret e sigurisë do të bllokohen dhe nuk do të lejohen të qarkullojnë në treg, duke sinjalizuar kështu një fazë të rekontrollesh më rigoroze, të paktën në nivel deklarativ. Kryeministri paralajmëroi gjithashtu edhe një skenar ekstrem sipas të cilit Shqipëria mund të detyrohet të importojë gjithçka që konsumon nëse standardet e sigurisë ushqimore nuk përmbushen nga prodhimi vendas, një situatë që sipas tij kërkon superpunë dhe supervendosmëri nga ana e institucioneve vendimarrëse. Rama theksoi se në këtë proces nuk duhet falur askush dhe asgjë, në emër të vazhdimit të punës apo interesave të ngushta, duke nënvizuar se çdo individ dhe çdo strukturë duhet të vendoset përballë përgjegjësisë dhe detyrimit për të punuar sipas ligjit. Sipas kryeministrit, kjo qasje lidhet drejt për drejt me procesin e integrimit evropian. Ai rikujtoi se Shqipëria ka përpara rreth 10 vite deri në momentin e uljes në tryezën e Bashkimit Evropian, nëse viti 2030 merret si objektiv. E më pas rreth 5 vite e negociata, ndërkohë që puna për të përmbushur standardet mbetet ende shumë e madhe. Në këtë kontekst vjen edhe zhvillimi i fundit në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Pas ndryshimeve të shpeshta në drejtimin e AKU-s ndër vite, institucioni duket se do t'i besohet sërish një figure politike, çfarë ka ngjallur debate mbi profesionalizmin dhe pavarësinë e këtij institucioni kyç për shëndetin publik. Emërimi i Blerina Gjulametit në krye të AKU-s pritet të shihet në praktik për të kuptuar nëse paralajmërimet për standarde europiane dhe kontrolle të rrepta do të përkthehen në veprime konkrete në terren apo do të mbeten vetëm në nivel deklaratash.